Sallahu. Zoti Sallahu, faleminderit qertë, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Si e shihni mbajtjen në sirtar për gati 12 muaj tashmë të një ligji kaq të rëndësishëm për vendin? Shikoni, është një ligj jashtëzakonisht e rëndësishëm i cili varet edhe luftimi, nga i cili varet edhe luftimi kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Po mendoj që secila vonesë e gjykatës kushtetuese është vonesë e parësyeshme e cënon funksionimin e rendit kushtetues, ndarjes së pushteteve dhe konkretisht e cënon funksionimin e organit legjislativ si organ i cili ka miratuar tashmë një ligj që pothuajse një vit, ligj i cili është jashtëzakonisht e rëndësishëm për luftimin e krimit dhe korrupsionit në Kosovë. E kuptoj, në materialin që ka përgatitur gazetarja jonë Arlinda Sejda, u tha mes tjeras që pritet të trondisë skenën politike kryesisht, por kë pritet të prek ligji i ri për konfiskimin e pasurisë, dhe jo vetëm skenën politike, apo jo? Ky ligj pra i prek vetëm zyrtarët publik, secili person nga 2008 që ka punu në Republikën e Kosovës, pra që ka marrë para nga buxheti i Republikës së Kosovës, mund të verifikohet pasuria e tij. Dhe nëse pasuri është në shpërputhje me të ardhurat e tij, atëherë ajo pasuri konfiskohet nga gjykata. Duhet bëhet edhe një dallim i qartë këtu. Ky është konfiskim absolut civil, por nuk ka lidhje me çështje penale. Është e krijuar një biro nga Kuvendi i Republikës së Kosovës dhe ajo biro bën verifikimin në kuptimin civil dhe nëse ka shpërputhje të pasurisë ndërmjet të ardhrave dhe personit zyrtar, atëherë ajo pasuri konfiskohet dhe kësaj bëhet i kthehet shtetërorëve të Republikës së Kosovës. Realisht bazë asaj që lexova, deri në 3 muaj mund shkoj marrja një vendimi nga gjykata. Pse kjo vonesë dhe cilat janë arsyetimet? Mund të keni ndonjë informacion? Nuk kemi ndonjë informacion, sepse ju dini gjykata kushtetuese ka rregullat e veta, mirë po vonesa e të tilla që janë parësyeshme për neve janë brengosëse, për faktin se ky ligj pra lufton tërësisht korrupsionin dhe ka mekanizma që i mbrojnë njëkohësisht edhe lirinë dhe drejtat e njerëzit. Janë kontestuar vetëm 3 nene nga i ligj, 3 nene, në fakt 4 nene janë kontestuar, por një nene është komplet teknik. Cilat janë ato nene? Ku janë pengesa? Ka të bëjë me pamundësinë objektive, me një komision është ndërruar 2 antar të komisionit, pra është gjykata ka dhënë urdhër që duhet të ndryshohet ajo pjesë, dhe kemi ndryshuar të gjitha ato, janë gjitha ato elemente teknike, janë dërguar në gjykatë, sërish opozita të njëjtat nene që i ka adresuar më herët, i ka adresuar sërish në gjykatë kushtetuese, komplet për ta prolonguar një ligj, sepse ky ligj prek njerëz që janë të lidhur me krimin dhe korrupsionin dhe ato paratë që janë marrë nga shtetërorët në mënyrë pa justifikueshme duhet të kthehen dhe të bëhen pjesë e buxhetit të Republikës së Kosovës. Dhe cilët kanë ndikim thuani ju tek gjykata? Nuk mund të them që kanë ndikim të gjykata, mirë po mund të them që e pavarur për vendimin për patjetër, po secila vonesë e gjykatës kushtetuese godet dinjitetin e shtetit tonë, sepse lufta kundër korrupsionit është luftë për dinjitet Kosovës. Sa i kushton Kosovës kjo, zoti Sallahu? Kjo kushton jashtëzakonishëm, sepse secila punë, secila mos luftë kundër korrupsionit nënkupton shtrydhjen në një farë terreni të përshtatshëm që kjo pasuri të mbetet e paprekur në raport me njerëz që kanë bërë pasuni tashmë nga buxheti i Republikës Kosovës. Ju e dini shumë, ju e dini sot, gjithë e dinë që ka njerëz që kanë pasuri milionëshe, mirë po marrin rrugë nga buxheti i Republikës Kosovës shumë të ulët. Pra ka një shpërputhje alarmante të pagës që morën nga buxheti dhe pasurisë që posedojnë aktualisht. Pra kjo pasuri duhet verifikohet dhe nëse ka shpërputhje, ajo pasuri duhet të merret dhe të bëhet pjesë e buxhetit të Republikës Kosovës, të kthehet shtetërorëve të Republikës Kosovës. E di që keni shumë punë për të bërë në gjithë sektorët, kam përshtypjen edhe një sa i përket ligjit, që është shumë i rëndësishëm, siç e tham, edhe te kronika, por edhe e dim që është i rëndësishëm për vendin për antarësimin e mekanizmat ndërkombëtar. Po humbim kohë, humbim shumë gjëra, kur pritet mbase keni një sinjal, kur mund fillojmë edhe me verifikimin e gjithë këtyre
Tash, kitë varet nga një gjykat, jemi 5 gjykatës kushtetuese. Që nuk dini akoma se ku që do nuk të japim dim verdikt. sepse është një gjykat, ju e dini e pavarur, është organ që interpreton kushtetutën, është kategori kushtetuese, kam pavarësit plot për marrjen e vendimeve, ne duhet të presim atë vendim, po arsyeja, vonesat parësyeshme të tilla janë shkelje edhe vetë ligjeve të brendshme gjykatës kushtetuese. Kjo është brengosje për një organ i cili e mbron Kushtetutën e Republikës Kosovës. Pra, në vend që t'jep gjykata kushtetuese siguri juridike, si parashikueshmëri kushtetuese, ajo bën të kundërtën. Krijon pasiguri juridike dhe pa parashikueshmëri pra kushtetuese. Kjo është shumë e dëmshme për luftën e korrupsionit në vendin tonë. Duhet gjykata kushtetuese të jetë më e vëmendshme, të jetë më prioritare në kuptimin e adresimeve të çështjeve të tilla, se përket këtij ligji, sepse ky ligj është i domosdoshëm për luftimin e krimit dhe korrupsionit. Absolutisht, e vërë rëndësishëm, Bile. Kam shumë pyetje për të bërë, por edhe një të fundit dhe e mbyllim këtë komunikim. Në fakt, doja të pyesja për ndarjen në dysh të votimit për zotin Kelmendi, si e keni parë, si e keni analizuar, si e shihni realisht? Ajo që duhet të theksoj në këtë rast është kjo. Nuk jam idhëtar i grupeve brenda institucioneve të Republikës Kosovës. Jam idhëtar i një reflektimi drejtësisë që duhet përçoj secili institucion kushtetues në Republikën e Kosovës. Duhet të ketë drejtësi brenda atij institucioni, sepse është ndarë, është degë e ndarë e pushtetit. Është degë e cila është me kushtetutë e pavarur dhe kësaj duhet të funksionojë edhe ajo degë. Kësaj mënyra që është ndarë 5-5 e dëmton funksionimin kushtetues të asnjë organi. Përveç kësaj, shkarkimi i kryeprokurorit është komplet antikushtetues. Është vendim arbitrar, nuk i përgjigjet premisave kushtetuese, nuk i përgjigjet premisave ligjore dhe dëmton rënd funksionimin e organit kushtetues, këshillit, domethënë KPK-s. Kjo është jashtëzakonisht shqetësuese edhe për qytetarët e Republikës Kosovës, sepse në vend që një organ zgjidh njek krimin dhe zgjidh problemet që janë parapora me kushtetut, a i bëhet pengesi vetvetes duke u ndarë në grupe të caktume dhe duke dëmtu jashtëzakonisht shumë drejtësinë e cila është detyrë, pra detyrë e prokurisë dhe e gjyqësisë. Pra duhet automatikisht që kjo prokuri të merr vendime mbi bazën e ligjeve kushtetuese. Ne kemi një ligj i cili nga janari fillon të funksionojë. Gjithata organet e KPK, pra gjithata ajo përbërje në KPK duhet, pra i kalon mandatin në janar dhe fillon zbatimi i ligjit të KPK-s i ri, ku duhet të zgjidhen persona të ri dhe kësaj ajo përbërje funksionon nga janari e re dhe kjo do të jetë një premis dhe një ligj i cili do ta trasoj një drejtësi të re dhe do të zgjedh edhe një kryeprokuror të ri mbi bazën e kushtetues dhe atij ligji të ri që duhet të jetë si prerogativ për luftim krimit dhe korrupsionit të shri. Ndryshe, secili pjesë, secili grup, secili ndarje e tillë grupeve nënkupton cenim drejtësisë dhe cenim të kushtetuesve. Prandaj edhe ju pyeta sepse votimi ishte shumë interesant 5-5. Faleminderit shumë që ishit sonte në edicionin qendror.